Çaj me ananas dhe kanellë me të cilin humbni peshë. Ekzistojnë shumë çaja pastrues dhe antioksidues që fuqizojnë efektet e dietës kur dëshironi të humbni peshë në mënyrë të shëndetshme. Duke kombinuar vetit e bimëve, erëzave dhe frutave të caktuara, mund të përmirësoni aktivitetin tuaj metabolik. Pra, një çaj bimor për dietën tuaj promovon mirëqenien, detoksifikon dhe ndihmon për të përdorur më mirë energjitë. Çajrat nuk i djegin yndyrat në mënyrë magjike dhe nuk i shërojnë sëmundjet, por ofrojnë një mbështetje të vlefshme për trupin tuaj. Mes recetave të ndryshme në dispozicion, kemi zgjedhur një mënyrë interesante për të eliminuar toksina dhe ruajtur linjat. Po sikur ta provoni, përfshiheni në dietën tuaj dhe përfitoni plotësisht prej këtij çaji. Të gjithë përbërësit e këtij çaji kanë veti detoksifikuese. Pasi asimilohen nga organizmi, ata e stimulojnë atë për të eliminuar mbeturinat. Ky është një hap para në humbjen e peshës. Së bashku me kanellën dhe ananasin, përdoret edhe çaji i gjelbër. Kjo pije rekomandohet shumë kur bëhet fjalë për humbjen e peshës dhe centimetrave. Kanella është një erëz me veti të fuqishme antioksiduese dhe antiinflamatore. Përmban vajra esenciale, tanin dhe mucigalin, përbërës aktiv që mbrojnë nga veprimi negativ i radikaleve të lira. Kanella ndihmon në rregullimin e niveleve të glukozës në gjak. Optimizon funksionet metabolike dhe përmirëson përdorimin e sheqernave si burim energjie. Ananasi i jep një shije të mrekullueshme çajit. Kombinohet thjesht me përbërësit e tjerë dhe përmban vitamin A dhe C. Përmban gjithashtu bromelin, një enzim me efekte antioksiduese dhe tretës, nxit pastrimin e gjakut dhe humbjen e peshës. Çaji i gjelbër është një bimë shumë e shëndetshme. Detoksifikon dhe na ndihmon të humbim peshë, ndërkohë që antioksidantët e gjendur në të mbrojnë qelizat nga veprimi i radikaleve të lira. Si përgatitet ky çaj? Përbërësit 250 ml ujë, një lugë kafeje çaj i gjelbër, 1/2 lugë kafeje kanellë pluhur, një fet ananas, një lugë çaj mjaltë. Përgatitja. Si fillim, vendosni ujin të ziejë. Kur të marrë val, shtoni kanellën pluhur. Më pas uleni nxehtësinë dhe shtoni çajin e gjelbër. Lëreni në zjarr për 2 deri 3 minuta të tjera. Prisni ananasin në copa të vogla. Kur çaji të jetë gati, kullojeni dhe shtoni copat e ananasit. Lëreni të pushojë 10 minuta dhe pijeni të ngrohtë. Konsumi. Pijeni këtë çaj në mëngjes ose kur ndjeni uri. Mund ta pini maksimumi 2 herë në ditë. Është një çaj që mund ta pi kushdo, edhe nëse nuk jeni në një regjim apo kushte shëndetësore të caktuara. Në qoftë se ju ka pëlqyer kjo video, ju lutemi klikoni butonin subscribe për më tepër.